Besimtarë katolik në Lezhë kanë kremtuar të premten e zezë, ose siç njihet ndryshe ulla e kryqit. Ritualit fetar u bashkuan 10 qytetarë, të cilët u udhëhequr nga përfaqësues të klerit katolik, u nisën nga sheshi Gjergj Kastrioti dhe marshuan deri në kalan e qytetit, duke kujtuar në këtë mënyrë mundimet e Jezu Krishtit. E premtja e madhe është dita më e rëndësishme e javës së Pashkëve, dhe mesazhi që na jep Jezu Krishti është të jetojmë në paqe dhe ta duam njëri tjetrin. U shpreh i peshkvi diocezës së Lezhës, Imzot Ottavio Vitale. Në këtë ditë që premte e madhe, si Kishë ne kremtojmë mundimin dhe vdekjen e Jezusit në kryq. Prandaj është dita në të cilën jemi të thirrur që të bëjmë heshtje nga ana shpirtërore, sepse Jezusi po vdes. Por po vdes në këtë kuptimi, jo për të përfunduar gjithçka, por me vdekjen e tij hapet një shpresë. Dhe shpresa është pra që në ditën e Pashkëve ai do të ngjallet. Dhe në këtë kremtime që zhvillohet sot edhe me udhën e kryqit, ne përsërisim duke kujtuar disa momente të jetës së tij, duke vdekur, duke vuajtur deri në momentin e vdekjes së tij në kryq. Prandaj është moment i rëndësishëm për ne si Kishë Katolike, sepse na bën të gatshëm për të pranuar Jezusi i vdekur në jetën tonë, por edhe me këtë shpresë që ai do të ngjallet. Udha e kryqit vjen me 14 ndalesa, dhe në secilën prej tyre besimtarët bëjnë lutje dhe përkujtojnë mundimet e Jezusit. E premtja para Pashkës shënon ditën e kryqëzimit të Krishtit dhe vuajtjeve të tij me kryqin mbi shpinë.